Në një kohë të lashtë, kur gurët flisnin dhe besa vlente më shumë se jeta, 3 vëllezër vendosën të ndërtonin një kështjellë të madhe mbi një mal në Shkodër. Çdo ditë punonin pa u ndalur. Gur mbi gur, mur mbi mur, por çdo mëngjes gjithçka që kishin ndërtuar gjatë ditës rrëzoi natën. Të lodhur dhe të dëshpëruar, një natë u shfaq një plak i mençur. Ai u tha, nëse doni që kështjella të qëndrojë, duhet një sakrificë. Duhet të murosni një nga gratë tuaja në themel. Vëllezërit u tronditën. U betuan mes tyre, asnjëri nuk do t'i tregoj gruas së vet ajo që vjen nesër e para me ushqim do të jetë fati i saj. Të nesërmen 2 vëllezërit e mëdhenj e thyen besën. I treguan grave të tyre. Por më i vogli jo. Ai nuk foli. Dhe në mesditë ajo erdhi. Ishte Rozafa. E re. E bukur. Me një foshnjë në krah. Kur e pa burrin e saj të heshtur dhe sytë e vëllezërve të mbushur me faj, ajo e kuptoi gjithçka. Nuk bërtiti. Nuk iku. Vetëm u afrua dhe tha me një zë të qetë. Nëse kjo është e vetmja mënyrë që kështjella të qëndrojë, unë e pranoj fatin tim. Por para se ta murosnin, ajo kërkoi një gjë, lëreni një sy jashtë, që ta shoh djalin tim një dorë, që ta përkëdhel një këmbë, që ta tund djepin dhe një gjë, që ta ushqej. Dhe ashtu u bë. Rozafa u muros në muret e kështjellës. Por trupi i saj nuk u zhdu kur nga kjo boll. Edhe sot thonë se muret e kështjellës janë të lagura si lotët e një nëne që nuk reshti kur së dashuri fëmijën e saj. Dhe kështu, kështjella qëndroi. E fortë. E pathyeshme. E ndërtuar mbi një sakrificë që nuk do të harrohet kur.